ka fagma që do të nxjerrin në pas se kush janë keqdashësit ose shpërdoruesit e sabotuesit, po nuk po i quajmë falsifikatorët, po i quajmë, por do të shikojmë është e njëjta rast si me McKeonin, që pretendonin që janë paguar $1 milion dhe pastaj doli vërtetimi ashtu siç erdhi nga Amerika për herë të dytë, që është paguar $15.000 nga LSI-ja siç ka pas. Edhe në këtë rast, përsëri llogaritë bankare të GSI-s tregojnë haptas që janë paguar aq para sa çka deklaruar LSI-ja, dhe jo çdo, se sipas SPAK-ut mund të rezultojë që edhe dhoma e tregtisë Meksikës i bie që ta ketë pagu faturën për LSI-n, sipas llogarive bankare të asaj. Por sigurisht që kjo dosje, siç ka ardhur tashmë, do të kthehet përsëri mbrapsht si në rastin e McKeonit, gjë që e cila do të vendosi përpara drejtësisë ose përpara zbërthimit të çështjes GSI-sën, prokurorinë e posaçme apo dikë tjetër kushdo që ka bërë analizimin edhe përfaqësimin e kësaj dosje.